Ka disa gjëra që nuk i mësojmë në shkollë, por i trashëgojmë pa e kuptuar. Një drekë së dielës ku mblidhet e gjithë familja, aroma e gatimit të gjyshes që të kujton fëmijërinë, një telefonat e përnatshme me prindërit, një këngë që këndohet në çdo fest apo pushimet që bëhen gjithmonë në të njëjtin vend. Janë rituale të vogla, të thjeshta, por me një peshë të madhe emocionale. Madje, studime në fushën e psikologjisë tregojnë se traditat dhe ritet familjare forcojnë ndjenjën e përkatësisë, krijojnë kujtime të përbashkëta dhe ndikojnë pozitivisht në lidhjet mes anëtarëve të familjes, duke lënë gjurmë që zgjasin gjithë jetën. Në një kohë ku ritmi i jetës është bërë gjithnjë më i shpejtë dhe teknologjia shpesh zë vendin e takimeve, lind pyetja: apo i ruajmë ende këto tradita të vogla familjare, apo po zbehen dal nga dal? Sot, në studion e Çasti i Duhur, do të flasim pikërisht për ritet që na mbajnë gjallë, për vlerën që kanë në jetën tonë dhe për mënyrën se si ato na ndihmojnë të ndërtojmë kujtime, identitet dhe marrëdhënie më të forta me njerëzit që duam. E pra, ku kemi mbritur në studio, ta diskutojmë këtë temë, ritet ato që na mbajnë bashkë dikur, kjo tavolina e shtëpisë ishte e madhe, e mbushur, viti i ri, Pashkë, ditëlindje, festa familjare, gjithçka, s'kishte një nevojë të madhe që të sajonim një dëshirë apo një nevojë për të qenë gjithë bashkë. Pra e gjenim një ritual, e gjenim atë të dielën me familjen për të shijuar këto momente. Tani teknologjia na ka ndarë, na ka çuar takohemi të gjithë online. Të me thënë mundësisht me fotografi aty dhe me video, të paktën të besojmë që jemi me njëri tjetri. Dhe pikërisht për këtë do të flasim me Nina Aristani, instruktore yoga. Përshëndetje, mirë se vjen sërish në studion time. Faleminderit shumë për ftesën. Si ka qenë puna, më thej që ka akoma njerëz në studio, je ende duke punuar? Nuk janë të gjithë me pushime, shkojnë pjesë, rikthehen. Vazhdojmë me Kolinda Toska, aktore, mirë se vjen. Si kalon? Shumë mirë, shumë faleminderit. Më bëhet qefi. Ana Lazo, eksperte edukimi, mirë se vjen sërish. Ti je nxirr. Ti ke bërë pushime. Deri diku. Deri diku i ke bërë. Ana, Eni Islami, shkrimtare, mirë se vjen, Eni. Mirë se si kalon? Faleminderit. Kur ka qenë era e fundit që e mbledhur me njerëzit e shtëpisë, ashtu kot pa shkak të gjithë, në një tavolinë me çuna daja, shhallash, gjaje, fëmijë, nipër, mbesa, e ku diun se çfarë. Unë ju falenderoj paraprakisht për ftesën, jam shumë e lumtur që ndodhe mes jush. Edhe mbase këtu jam duke përfaqësuar një pjesë që realisht është e dhimbshme, po duhet thënë të emigrantëve shqiptar. Edhe unë jam nga ato individ që kthehem me pushime dhe mundohem të mblidhemi sa më shumë. Sa më shumë që të jetë e mundur. Ja ke dalë këto pushime? Përpiqem gjithmonë sa herë të gjej mundësinë, pse jo, spontanisht, pa pasur nevojë një ftese zyrtare, atje ku mundemi, për të ruajtur kulturën, traditën, por dhe për të transmetuar te fëmijët tanë tani më, atë që mami, babi ose prindërit tanë kanë bërë dikur. Është ajo tavolina që ju thatë, ajo tavolina rumbullakët që krijohet në mënyrë spontane, duke buzëqeshur, duke kujtuar një njeri që mungon dhe të themi po e ftojmë, pse jo, le të vi dhe ai me ne, dhe duke biseduar dhe duke thënë e mbani mend dikur, dhe këtu fillon nostalgjia e kulturave, traditës dhe asaj që është më e rëndësishme që ne të bëjmë si urdhëlidhse me brezat tanë të rinj. E qartë. Nina, si ka ndryshuar kjo tradita familjare, mendon ti këtyre kohëve? Mendon se dim të gjejmë kohë për njerëz dhe për familje në këto vetëmi momente? Unë mendoj se çdo individ kur ka dëshirë, jo vetëm për traditën, por edhe një e çdodiçme, e përditshme, mund ta gjej kohën për të parë dhe për të bërë takime me të afërmit, me miqt dhe me çdo tjetër. Do ta gjej kohën. Por siç dihet në kohët e sotme, është shumë e vështirë për hir të punës, është jeta mjaft e vrullshme, por jo që mos të gjejmë një takim për festat, për përshëndetjet me njëri tjetrin, për mbështetjet me njëri tjetrin. Sigurisht, vitet e fundit tek ne ka ndryshuar mjaft traditat, sepse ka zënë vend shumë emigracioni, për fat të keq, me zibohemi së bashku, por unë personalisht do të tregoj një përvojë time, më lejohet të tregoj përvoja, besoj. Isha para një muaji në një festë fetare,
të cilën u bë një tavolinë mjaft e madhe, ishte festa e Shën Palit, pra një festë katolike, dhe ishte një traditë e tyre. Isha hera e parë që unë isha në një tavolinë të tillë, dhe pash të zotin e shtëpisë që ndezi qiriun dhe të gjithë u ngritën në këmbë. Kjo është shumë e bukur për mua. Nuk kisha ndodhur. Nuk e kishe përjetuar ndonjëherë? Jo, nuk e kisha këtë përvojë. Më pëlqeu respekti që të gjithë u ngritën në këmbë. Sot gjithmonë e më shumë themi nuk kemi nevojë më për të ngrënë. Ham kaq shumë, mundemi të ham çfarë do lloj, por dhe kjo ka rëndësinë e vet, sepse gjatë ngrënjes ne ndajmë emocionin, ne ndajmë përvojat, pyesim për gatimin që përsëri është një traditë më vete. Mirë, shiko me Kolinda, ti çfarë bën mend një rit ose një zakon të familjes nga familja jote, të cilin për shembull dhe sot e kujton me shumë dashuri? Çdo fundjavë do mblidheshim të shtëpitë e gjyshërve në fshat, të dyja anët e familjes dhe e mamit dhe e babit, dhe ishte literalisht si një familje patriarkale, sepse vinin tezet, daja, xhaxhat, hallat të gjithë, dhe çdo fundjavë ishte e njëjta gjë. Kjo është e bukur. Më mungon shumë, më bë diku tek 5 vite që nuk e bënim. Po, nuk e bëjmë më. Prej emigracionet edhe Kanë ikur të gjithë. Kanë ikur të gjithë edhe më dhemb akoma që duhet vetë të komunikoj me ata nëpërmjet telefonit. Jam shumë e lidhur me familjen. Çfarë ndikimi ka kjo distancë që ne kemi krijuar pa dashje në jetët tona, ndoshta nga intensiteti i punëve, nga intensiteti i jetës, ritmet, ngarkesa, emigracioni. Çfarë ndikimi ka në jetët tona, po themi që nuk e bëjmë më këtë ritual kaq të rëndësishëm? Atëherë unë mendoj që në fakt ndikimi është i madh dhe kryesisht tek fëmijët dhe tek brezat e rinj, sepse në momentin që ne nuk mblidhemi më si dikur, pra nuk i kemi më ato kujtime siç e kishim si dikur, edhe fëmijët në një farë mënyre bëhen më të ftohtë, bëhen më të stepur dhe nuk janë temase social, pra siç mund të ishin dikur. Vërtet teknologjia ka zënë një rol shumë të rëndësishëm dhe vërtet dhe emigracioni, sepse ne na mungojnë të afërmit kushërinj, për shembull, unë mbaj mend që dikur ne mblidheshim, siç e tha dhe vajza, mblidheshim dhe festonim, por mblidheshim edhe për arsye thjesht për kënaqësinë tonë. Ndërkohë që sot është ajo pjesë që ne na mungon shumë dhe kjo na ndikon pra edhe tek mosha e rritur, patjetër që por unë kryesisht do ta lidhja me brezin e rinj dhe me fëmijët. Dhe gjithmonë unë do dëshiroja që të gjithë familjet shqiptare në përgjithësi, edhe pse koha ka ndryshuar, edhe pse jetesa është bërë shumë e vrullshme, siç e tham, edhe pse bota e internetit ndikon dhe fëmijët janë të lidhur me pajisje teknologjike, me teknologjinë dhe të rinj dhe janë më tepër të fokusuar këtu se sa është më e madhe kjo dëshirë se sa për shembull të takojnë një mik, të takojnë një shok apo fëmijët si dikur që mblidheshin dhe luanin në fakt, kënaqeshin me lojra të ndryshme. Pra, e gjithë kjo qasje ka ndryshuar, unë mendoj që ne duhet ta rikthejmë deri diku, pra për mos t'i bërë fëmijët pasiv dhe për mos t'i vuajtur këto pasoja që mund t'jenë afatgjata dhe një gjë tjetër që do doja të thoya, sepse në këtë mënyrë, nëse ne mblidhemi sa më shpesh, me aq sa ne mundsi kemi, ne arrim t'i lëm një gjurmë të thellë fëmijëve pra për identitetin dhe për kulturën e mëtejshme familjare. Eni ti ndërkohë ke bërë edhe një libër që lidhet ngushtësisht me këtë koncept e me këtë fenomen. Faleminderit që e cekët, jam shumë e lumtur që u përmend. Realisht neve folëm deri tani për traditat, kulturat të gjerësishme, pra të rrethit, të farefisit edhe të familjes, por është një traditë që secili nga ne duhet ta vë fokusin ose atë pikën mbi i, që është ajo kultura brenda bërthama e familjes tonë. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them të ruajmë traditat e shpirtit tonë dhe të trashëgojmë ato më së bukurit tek fëmijët. Respekti për prindin, respekti për gjyshin. Kjo është një traditë që Shqipëria e ka patur brez pas brezi dhe unë jam krenare atje ku jetoj dhe të them që... Ku jeton ti? Në Gjermani. Unë jetoj dhe punoj në Gjermani. Sa vite ke atje? 4 vite. Jetoj për 4 vitesh atje dhe kur më pyetin një pjesë e madhe, ndoshta tani më Shqipëria është dëgjuar, por kur më pyesin më herët, thonim, është një vend i vogël në Ballkan që ka tradita dhe kultura shumë të bukura. Unë kam dashur gjithmonë ta prezantoj kështu vendin tim, sepse realisht neve me këto tradita jemi rritur. Ndoshta dikur kur isha fëmijë më dukeshin si
shumë të sforcuara, erdhi gjyshi çou takoje, por sot e kuptoj që vërtet ajo është një traditë dhe një vlerë që unë dua me dëshirë dhe pa imponuar t'ja trashëgoj fëmijëve të mi. Sepse nëse kjo traditë humbet, atëherë pse mund të mblidhemi? Pse mund të festojmë kur neve nuk bëjmë përpjekje më të vogël për t'i trashëguar brezave të rinj dashurinë dhe respektin për më të mëdhenjt, për gjakun dhe çfarë është më rëndësishme për atë pjesë të familjes që ndoshta nuk e takojmë për ditë dhe një përqafim do t'i falte shumë dashuri nga ana jonë. Çfarë të mungon më së shumti atje në përditshmërinë tënde, në këto javët e tua, muajt e tu? Realisht, t'jem e sinqert, në fillimet e mia kam shkuar atje me atë broshurën Gjermania është vend i ftohtë me njerëz të ftohtë. Më vinte kështu si slogan edhe mu de shumë kohë që të kuptoja se ata realisht nuk janë njerëz të ftohtë, janë njerëz të vetë përmbajtur, të kontrolluar dhe Janë të ndryshëm që nuk si e koncepte. pikërisht, që nuk e bëjnë atë halon me sforcim. Nëse nuk e ndjej, nuk ta thonë dhe nuk kanë fare turp të kalojnë dhe të mos përshëndeten. Është një pikë shumë e rëndësishme që ne po e shikojmë tani më dhe në vendin tonë. Nëse edhe nuk kemi dëshirë, nuk i mbajmë hatrin prindërve ose fakti kush është dhe nuk përshëndetemi. Por ajo që është shumë e vështirë, është gjua, absolutisht. Jam munduar shumë që të socializohem me vendas dhe të kuptoj kulturën e tyre, por çfarë më mungon? Të mungon vendi mëm, të mungon gjithçka. Të mungon ajo përshëndetja e mëngjesit, të mungon ushqimi, të mungon klima. Atje është gjithmonë më pak diell, edhe normalisht që kur është më pak diell dhe ti pavarësisht energjisë pozitive që mban në shpirt, zgjohesh vrentur. Zgjohesh gjithmonë atë fytyrën e ngrysur ku do ta shikoj horizontin. Megjithatë, jam e bindur se benefitet që secili nga ne kërkon ose iniciativa pse ne e morëm këtë rrugë, nuk duhet ta harrojmë. Jemi falendërues edhe për faktin se kemi gjetur një mundësi jetese dhe atje dhe çfarë është baza më e rëndësishme, edhe kudo që ne jemi larguar, e marrim me vete kulturën, respektin dhe traditat tona. Unë jam shumë simpatizante e mbrojtjes së asaj gjëje se si jam rritur, ti rris edhe unë fëmijët e mi. E kuptova. Nina, Unë doja të shtoja, thjesht doja të shtoja tek pjesa se thamë për fëmijët, si t'ja u përçojmë atyre traditat. Një fëmijë i vogël mbase deri në 3-4 vjeç mbase nuk kupton gjithçka fjalën tradit, si thejt, se çdo të thotë. Por ai krijon besim tek ato që shikon, tek takimet e familjes që bëjmë, me gjyshrit që vinë, dhe pas kësaj moshe fillon dhe bëhet më i vetëdijshëm. Edhe përshëndetja është pikë së pari ajo që na bëhet traditë që gjithkush kur hyn në shtëpi duhet ta përshëndesim, edhe fundit edhe mund të lëvizim nga vendi dhe t'i japim dhe një përqafim. Minimumi. Sepse janë tradita që kanë filluar të humbin. Kanë humbur disa tradita të tilla. Duhet të thuash çau, foli, jepi dorën, pra ka gjithkohës një shtysë. Dhe mendoj edhe diçka tjetër, që duke u rritur fëmijët, sepse nga fëmijët fillon, aty është thelbi që ne trashëgojmë vlerat, sepse tradita mendoj që ka të bëj edhe me vlerat, s'ka tradita të pa vlera. Ky është thelbi i traditës. Duke u rritur, ato kuptojnë se janë disa gjëra që nuk është nevoja të jenë të shkruara, por janë të përjetuara. Pra, duke përjetuar respektin për gjyshërit, ndjesi, dashuri, shumë e rëndësishme që fëmijëve dhe t'ja sqarojmë me pak më hollësi. Fakti për shembull që ne dikur na thonin çau se është turp, sot fëmijët nuk e pranojnë më si koncept. Unë do dëshiroja më shumë t'ja tregonim se kjo është tradita jona. Kjo është e drejtë. Pikërisht. Se kur rriten dhe shkojnë në adoleshenca, fillon dhe janë anashkalon. Pse janë anashkalon? Pikërisht nga kjo që kanë bërë në fëmijërinë e tyre prindrit e tyre, duke i shtërnguar, bëje çau se kështu duhet, është turp, bëje këtë, dhe fillon në adoleshencë dhe janë anashkalon disa gjëra. Derisa mendoj që rritesh dhe shikon përsëri gjëra të bukura në traditë. E vërtet. Tani ka plot gjëra për të thënë, jo vetëm për respektin dhe përshëndetjen. Tek ajo memoria personale, tek familja jote, të ndjesitë që të vinë nga ato kohët kur nuk ishim gjë tjetër veç se të rrinim me njëri tjetrin dhe shpenzonim kohë. Për shembull, mua në fëmijërinë time më kujtohet se kur shkonin në plazh, kur shkonte gjyshja ime me kabinë, do shkoja dhe unë, ishin dhe hallat, edhe aty rreth e përqek do kishte marrë dhe fisim ndonjë kabinë dhe bëj një, domethënë, unë mund të keqen aq të thjeshta, po aq të thjeshta,
Po dhe aq të bukur ato mbrëmjet e mia atje, sepse më duket sikur edhe ajo sallata me domate dhe ato specat që skuqte gjyshja ime, vetëm nga fakti që ne ishim shumë fëmijë atje që ishim gjithë bashkë më shijonin në forma krejtësisht të tjera, pra edhe këto 15 ditët e plazhit që merreshin nga familjet që bëheshim të gjithë bashkë atje, fisfare, fiste ku di unë. Tani më kujtove, me qënë se e the vetë këtë pjesën e plazhit dhe më the ktheu në fëmirin tënde. Shumë e vogël kam qenë. Dhe unë po kujtoj plazhin përsëri, po jap diçka nga fëmiria ime. Babai im shumë shpesh largoi me shërbime në kohën e verës dhe ne ishim pjesa tjetër që duhet të shkonim në plazh. Gjithmonë merrnim na ndajën, do t'i them unë, që të kuptohet që është nga mamaja gjyshja. E merrnim me vete atë plak aq të mirë, aq të ngrohtë. Dhe ajo na jepte një dashuri dhe aty në plazh, pavarësisht që ajo nuk bën të plazh. Normale, ishte kur shamin, për shembull. Po, rinte. Por kjo ishte një traditë. Dhe fëmijët e tjerë, pra të nëndajës time, dajat e mi, çdo vit, nëndaja ime nuk bëte vetëm disa ditë pushime, bëte gjithë verës, sepse e merrnin të gjithë me radhë. Kjo ishte një traditë dhe në të vërtetë është shumë bukur. Kjo ka humbur. Çiftet e reja, pavarësisht se gjyshërit ndihmojnë shumë, edhe brenda në shtëpi jetojnë së bashku, ikin me pushime, të paktën unë disa raste, dhe gjyshi nuk shkon kurrë, ose gjyshja nuk shkon kurrë me pushime, dhe të duket sikur nuk do. Në të vërtet ai ose ajo ka dashur, po kush ka thonë? Kjo nuk është absolute, që mos keq kuptohen, ka edhe nga ato që marrin një dhomë veçantë, ose i çojnë më përpara me pushime, por duke u ndërthurur historitë tona, më kujtua dhe kjo e sotmja, kjo e tashmja. Ana, fëmijët ja të rritur kështu, pra si puna jonë me shumë kujtime të bukura, me ato ndjesitë e gjërave të thjeshta, a kanë një ndjenjë përkatësie më të madhe se sa fëmijët që sot nuk arrin dot të krejnë këtë lloj takimesh familjare? Mo për shembull, kur kam bërë 10 vjetorin e djalit tim, se e nis gjithmonë nga vetja, më pëlqen ta nis kështu. E bëm shumë të madhe. Babi im donte patjetër që unë të bëj një festë shumë të madhe për djalin. Dhe erdhën kushuri nga Italia, fare fis, nuk e di një 100 ca veta, që mos edhe më tepër, mund të kenë që në 150. Dhe më kujtoj që djali im hyri dhe tha, kjo është familja ime. Edhe u qetësua dhe u kënaqi dhe u lumturua sepse kuptoi që kishte një familje shumë të madhe me shumë njerëz që e donin. Po ata nuk i kishte parë kurrë dhe ndoshta nuk e dia do t'i shohë edhe një herë të gjithë bashkë, mbase dhe i shohë ishe në festa të tjera, po dua të them që ky është një hendek i madh që ekziston sot. Në fakt që fëmijët ndoshta në vetvete në brendësinë e tyre e ndjejnë. Ne dikur, për shembull, ishim shumë të afërt me njëri tjetrin dhe unë mbaj mend nga fëmijëria ime që mblidheshim në një obor të madh, me një fizarmoni, me një darkë shumë e thjeshtë, por aq e bukur sa që unë i kujtoj dhe sot dhe mallëngjehem në fakt kur i kujtoj. Ndërkohë që sot kohët kanë ndryshuar aq shumë sa që fëmijët nuk njohin më pra këtë pjesë, ose i duket si diçka e çuditshme, edhe këto festa të mëdha që organizohen për shembull, janë evenimente që, janë shumë të bukura, por unë mendoj që dikur ishin akoma më të bukura, fëmijët ishin shumë më të lumtur dhe shumë më të kënaqur se sa ndoshta janë sot. Kanë qenë më të thjeshta, dhe thjeshtësia sjell gjithmonë gjëra të bukura, diçka më me vlerë. Të mbeten thellë në mendje dhe në kujtesë. Kështu që fëmijët e sotëm pra kanë më pak ndjesi përkatësie, po themi duke mos patur mundësinë që të kenë. Unë besoj që po. Edhe kjo gjë është e dukshme. Është e dukshme. Kolinda, kush është më iniciatori në familjen tënde? Ne kemi një daj për shumë, që gjithmonë e gjen një arsye për të na nxjerrur në një drekë jashtë Tiranës. Në fakt është babai im. Babai im është iniciatori për çdo event të mundshëm. Nuk ka pse të jetë një ditëlindje, thjesht nëse shikon që dikush nga familja, nga fisi është kthyer në Shqipëri, do mblidhemi. Do e gjeni këtë? Do e gjej patjetër. Çfarë shijon më shumë ti kur ndodhesh në një atmosferë të tillë? Çfarë mungon nga ajo kohë? Para një jave, unë mblodhem për ditëlindjen e kushurirës, erdhi gjithë fisi, ishte 18 vjetor i saj, dhe kisha 5 vite të mira, pa e parë pjesën më të madhe të atyre. Dhe kur unë mblodhem ishte një darkë e thjeshtë, pak muzikë, edhe ishte fiks ditët e hershme. Do me thënë ishte diçka që ti duhet ja kërkosh, duhet
duhet të mbledh. Të mungon apo nuk të bie në mend deri në momentin që dikush të fton? Më fal. Ndjen mungesën e këtyre lloj takimeve apo nuk të bie ndërmend përderisa dikush të ftojë dhe duhet të... As pak dua të jem unë ajo që të marr iniciativën tani që të mbledh po prap kushërinë që na mblidhin prindërit kur ishim të vegjël, por nuk është asnjëherë mundësi. Ngelëm gjithmonë vetëm në telefon, së cilin në momentin që maturohesh dhe del vetë në jetë, nuk ke më mundësinë të mblidhesh me kushërinë ose me familjarët e tjerë. Më tepër kështu intensiteti, puna, intensiteti punës edhe po prap migracioni. Po kështu grupe në chat me familjen keni? Kemi dhe janë 28 pjesëtar. Dhe grup chati është ka çaj të nxehtë. Se kontrapres, po ta vësh re edhe në për lokale kur ulemi, për shembull ne ftojmë mikeshat apo miqt për të diskutuar apo për të takuar, vëm re që dhe aty prania e telefonit, besoj që nuk mungon. Jo. Edhe kemi patur një herë një të fuar i cili thash shkova në një darkë me fistin, tha sa filloi a hengu, tha ngritën gjithë celularët, tha. S'fola me asnjëri, nuk më pa asnjëri me sy, mbaroi darka, tha s'mora vesh me kë isha, ku isha, ishin gjithë celulari ose bukur e pashta ditëlindjen në postime pastaj ta. Rrjetet sociale, se interakcion zero. Nga që u përmend këtu muzika, që u mblodhëm dhe kishte muzikë, e keni vënë re ju që burrat në Shqipëri nuk kanë shumë dëshirë të kërcejnë? Nuk e di, është një pyetje që nuk kanë shumë dëshirë të kërcejnë. Nuk ndodh për fisin tonë, në Tiranë si në Tiranë si ç'a kërcejmë në Naplonin? Ç'a tjetë? Dhe unë ku e kam vënë re këtë, që nuk duan të mësojnë. Nuk është absolute asgjë, thjesht këtë që unë kam vënë re, unë jap mësim në shkollat me nxënës në mosha të ndryshme nga 6 deri në 15 vjeç. Dhe shumë herë përpiqem të vë muzikë popullore. Dhe dua që jo vetëm vajzat të kërcejnë, por edhe djemt. Djemt nuk kanë dëshirë të kërcejnë. Jo zysha dhe blidhe. Kjo është një traditë, edhe dëshira po ndroje, ndoshta kanë dhe ndroje. Ka një ndroje, por mendoj që kur këto mësohen që në fëmijëri, gjithçka i përket fëmijërisë. Nëse ato nuk mësojnë fëmijëri, tradita është shumë e vështirë të mbahet. Kur ne rritemi. Kalojmë një pikë tjetër shpirtërore, do me thënë, vjen ajo situata ku neve të gjithë jemi mësuar të paktën deri tek brezi im që djemt nuk duhet qajnë, nuk mund qajnë. Vajzat ngrihen në shtëpi janë çafkënë, po djemt duhet mbajnë atë autoritetin e burrit. Dhe prandaj vjen ajo situata që ato nuk janë shumë spontane. Unë jam Elbasanlie. Okej. Shqipëri me esme jetë. Unë jam bollokume. Se ju me pipza dhe me hahengi në rishtit qytne. Për shembull, im vlla e ka marrë me vete atë pjesën e traditës ose këtë frymën që ruaj çik pozicionin e burrit o burr. Edhe në këtë situatë, unë edhe sot që mund të jem nën me fëmijë, kur gjojnë çik muzikë filloj vetë. Përsëri vazhdon kjo që nuk duam të kërcejnë, nuk duam të mësojnë. Është pjesa e asaj kulturës që ne na është dhënë. Unë mundohem tek është me vlerë dhe unë mendoj që duhet ta mbajmë që ta ndryshojmë, kështu mendoj unë. Pikërisht pra, ka ca gjëra që të vegjël. Unë doja të cekesha pak edhe tek biseda që bëri Fjoralba për punën e plazhit. Pra, ajo buka me vetëm me djath kur themi ne. Atëherë na ngopte dhe na kënaqte shpirtin. Sot njerëzit përpiqen të kënaqin syrin, të duken tek dhurata më e shtrenjtë, tek veshja më e bukur. Ne nuk shohim se kush na erdhi, pikërisht. Kjo është gjëja. Shumë probleme. Dhe në këtë këndvështrim, edhe fëmijët nuk po kërkojnë diku në fes kush është kushuriri që ka ardhur nga larg, kërkojnë kush është dhurata më e madhe që dikush mban duar. Po, dhe mund ta mbajmë mend atë njëri vetëm nga dhurata që i ka dhënë. Në këtë këndvështrim, në këtë këndvështrim ne si prindër ose aq më tepër nënat, duhet sinqerisht të punojnë me pjesën e bukur të shpirtit fëmijës, duke i thënë që është thjesht një gjë materiale. Fakti që ka ardhur, ka marrë rrugën, ose një moshuar që është ngritur nga shtrati për ty, për ditëlindjen tënde, kjo është dhurata më e bukur. Respekti për të moshuar. Pikërisht, absolutisht. Dhe kur ti përpiqesh dhe vetes, gjëja që unë vë atë pikën më të madhe të rëndësishme në çdo shkrim që bëj, tek pjesa shpirtërore, tek pjesa e bukur, atëherë edhe kultura dhe respekti dhe tradita nuk e humb kurrë vlerën, se vetë neve në shpirtin tonë jemi shumë të bukur si njerëz. Aq më tepër me zdheu. Ne jemi njerëz. Ashtu është e vërtetë. Ne ka bekuar Zoti me natyrën, me njerëzit, me dashurinë për njëri tjetrin e tjerë. Absolutisht. Vetëm se duhet. A bën ndonjë gjë që le të themi ta kthesh në një lloj rituali dhe atje në Gjermani me familjen tënde që të mund të krijosh të traditat, sidoqë të vogla, por që
mbeten thellësisht shqiptare. Patjetër, pavarësisht se jeta atje është impenjative, gjithmonë neve jemi në turne të ndryshme, mundohemi që atë ditën e caktuar të shënuar ta mbledhim së bashku qoftë edhe për një piknik. Kur bëhet fjalë për piknik, secili si dikur, dikush merr mbulesën, dikush merr bukën, dikush merr ujin dhe të ulesh diku në një buzë të një liçeni, se atje fatkeqësisht nuk ka det, por të shijosh natyrën, të ndash qoftë edhe një hall që në telefon dikush ka ndroje të ta thotë, se telefonatat janë shumë të ftohta, pavarësisht se thuan si je, nuk pritet një përgjigje shumë e gjatë, sesa kur tjetrin e ke fizikisht, kur e ke përballë dhe ti e ndan atë bisedën në mënyrë sinqert duke e parë në sy. Kontakti fizik, kontakti me sy, edhe pse po venitet, mbetet shumë unik për individin. Është kënaqësi që nuk ka asnjë gjë tjetër ta blej. Dhe këto situata kur ti ulesh pranë njëri tjetrit, unë kuptoj fiks atë kohën e dikurshme kur shkonim në plazh të gjithë si lagje, të gjithë si fis, të gjithë si njerëz të një zone dhe prindrit tan kënaqeshin vetëm duke ndenjur në pisha. Atëherë unë habitesh dhe thoya, po kanë ardhur për plazh, jo për kafe atje. Ai fresko i pishave s'kishte të paguar. Por realisht ato ndanin hallet, problemet dhe situatat që në përditshmëri nuk mund t'i bisedosh. Dhe kjo është ajo tradita që unë përpiqem ta ruaj dhe fëmijët të kënaqen me njëri tjetrin atje. Më vjen shumë Kjo mirë. është traditë moderne, domethënë, sepse ka ardhur në këto kohët që ne s'kemi mundësira për gjithçka. Juve jeni në emigracion, nuk keni prindrit, nuk keni, prandaj po e quaj unë, moderne, nuk është nga traditat e përcjella nga e kaluara. Por gjithsesi një traditë që ja përpiqet ta ndërtojë. Absolutisht po, na bën të gjithëve bashkë. Na bën në një farë mënyrë të gjithë bashkë. Edhe nëse bie telefoni nga Shqipëria, jeni të gjithë bashkë. Unë e quaj traditë të vendit tim ose traditë të marrë nga ajo që unë kam marrë nga familja ime, sepse atje ka shumë njerëz që e shijojnë natyrën, po e shijojnë të vetëm. E shijojnë me librin, e shijojnë, ndërsa ne gjithmonë përpiqemi të bëhemi me njëri tjetrin. Eni, unë të falenderoj shumë që ishe sot me mua. Edhe unë ju falenderoj shumë. Do të t'jap leje të ikësh tani se ne do të vazhdojmë të bisedojmë këtu në studio. Do të shkojmë pra këte ato kohët ku na binte thjesht dera dhe na vinin kushurin pa i ftuar kush, apo para marrë telefon më përpara. Kështu që ishte kënaqësi dhe të pushime sa më të bukura në Ju falenderoj shumë, ju uroj gjithë të mira dhe pushime të mbara dhe juve. Faleminderit. Shkëmbim hapësirë publicitare, rikthehemi për pak.